Territori i Kosovës për datën 17 tetor do të jetë në ndikimin e një fushe ajrore të freskët dhe të qëndrueshme duke sjellë mot pjesërisht të kthjellët me vranësira të lehta kalimtare. Gjatë paradites pritet mot me diell ndërsa pasdite në disa zona pritet shtim i vranësirave por pa rreshje të rëndësishme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 17 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 17 tetor do të jetë në orën 6:44 minuta ndërsa perëndimi në orën 17:58 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 13 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 13 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 13 gradë Celsius. Pej 4 deri në 14 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 15 gradë Celsius. Malishev 3 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 13 gradë Celsius. Suhare 4 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 15 gradë Celsius.